Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë, tensioni i lartë. Çaji që duhet të konsumoni çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Çaji vetëm që mund të ulë dhe të mbajë nën kontroll tensionin e lartë të gjakut është hibiskus. Shkencëtarët kanë zbuluar se lulet hibiskus, të cilat përdoren gjërësisht në mjekësinë tradicionale, mund të përdoren për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë. Tensioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një vrasës i heshtur për dy arsye. Shumica e njerëzve nuk e di nëse vuajnë nga kjo sëmundje dhe presioni i lartë i gjakut mund të shkaktojë jo vetëm dëmtim të arterieve të zemrës, por edhe dëmtim në veshka dhe probleme të tjera të rënda shëndetësore. 1/3 të rritur është me tension, por jo të gjithë mjekohen pasi vetëm 47% e këtyre njerëzve kanë hipertensionin nën kontroll. American Heart Association thotë se tensioni i gjakut ndryshon çdo 5 vite për shkak të ndryshimit të ritmit dhe rrahjeve të zemrës në një imunitet dhe konsumi i çajit për një kohë të gjatë mund të përmirësojë tensionin duke ndihmuar në relaksimin e enëve të gjakut. Përbërësit aktiv të gjetur te kjo bimë ndryshe relaksojnë dhe zgjerojnë enët e gjakut, duke krijuar më shumë hapësira në transportin e oksigjenit dhe lëndëve ushqyese. Kjo do të thotë qarkullim të mirë të gjakut dhe tension të ulët të gjakut. Shkencëtarët kanë zbuluar se lulet hibiskus, të cilat përdoren gjërësisht në mjekësinë tradicionale, mund të përdoren për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë. Ulëntimi mbështetet në përfitimet veçanërisht për shëndetin e zemrës që vijnë nga lulet e kuqe hibiskus. Prania e enzimave diuretike ndihmon trupin të eliminojë ujin e tepërt, ndërsa antocianinat e tyre bllokojnë enzimat ACE, përbërje që shkaktojnë që enët e gjakut të ngushtohen. Ky lloj çaji mund të gjendet kudo në çdo farmaci, supermarkete të tjera dhe vlerat që do t'i ofrojë shëndetit tuaj do ju ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin më të mirë të tensionit të lartë. Tensioni i lartë i gjakut mund të shkaktojë probleme të rënda të imunitetit tuaj dhe nëse neglizhohet për një kohë të gjatë, atëherë dieta juaj do të jetë e kotë. Ulja e temperaturës gjatë stinës së dimrit mund të shkaktojë një rritje të ndjeshme të tensionit të lartë të gjakut. Arsye kryesore ka të bëjë me mungesën e aktivitetit fizik në dimër, konsumin e lartë të kripës dhe ngushtimin e gjakut për shkak të temperaturave të ulta që ndodhin në enët e gjakut. Trupi kufizon qarkullimin e gjakut për të ruajtur temperaturën e brendshme dhe kështu ndikohet edhe në gjendjen tuaj imunitare. Prandaj ekspertët sugjerojnë një sër zgjidhjesh alternative natyrale në kushte shtëpie, që do ju ndihmojnë në menaxhimin më të mirë kundër niveleve të tensionit të lartë të gjakut dhe në përmirësimin e gjendjes suaj imunitare. Prandaj, sipas Brightside, do të rendisim disa nga produktet më të mira ushqyese që duhet të konsumohen vazhdimisht nga personat që kanë luhatje të forta të tensionit të gjakut. Boronica dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica në javë ulë rrezikun e rritjes së tensionit të gjakut. Boronica, lule shtrydhe dhe mjedrat kanë pak kalori dhe janë të pasur me antioksidantë dhe me fibër. Të treja ulin tensionin dhe japin një dozë të shëndetshme të vitaminës C dhe të kaliumit. Drithrat e plota. Një pjatë me drithra të plota me fibra siç janë tërshëra, bollguri, thekra, krundet e grurit, ulin rrezikun e tensionit të lartë të gjakut, citojnë ekspertët. Studiuesit e Universitetit të Harvardit thonë se konsumi i drithrave në 12 javë nxit përgjysminë e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Panxhari i kuq. Panxhari i kuq është i pasur me substanca nitrate që i bëjnë mirë zemrës. Studiuesit thonë se nitratit e panxharit ka të njëjtën efekt si tabletat farmaceutike, të cilat rregullojnë tensionin e gjakut. Çokolata e zezë. Revista Amerikane e Mjekësisë thotë se nëse konsumoni 14 gram çokoladë të zezë, që ka në përmbajtje 60 deri në 80% kakao në ditë, do të ulë tensionin e gjakut. Çokolata e zezë është e pasur me flavonoide që zgjerojnë enët e gjakut në mënyrë natyrale. Spinaqi. Spinaqi është një burim i pasur i kaliumit dhe magnezit, minerale këto shumë të rëndësishme për që mbajnë tensionin e gjakut në nivele të qëndrueshme dhe eliminojnë kripën e tepërt që është përgjegjëse kështu për tensionin e lartë. Peshku. Peshqit janë të pasur me omega 3, plot me element të shëndetshëm për sistemin kardiovaskular. Ato ulin rrezikun e tensionit të gjakut dhe atakun në zemër. Peshqit më të mirë janë salmoni egër, trofta, skumbria, toni, merluci dhe harenga. Studiuesit rekomandojnë 2 racione me peshk në javë. Brokoli. Brokoli është një burim i pasur i kaliumit, i fibrës, vitaminës C, i kalciumit dhe sipas studimeve ndihmon në uljen e tensionit të gjakut.
Një gjysmë filxhani me brokoli në ditë përmban dozën ditore të rekomanduar të vitaminës C. Kjo vitaminë është një antioksidues dhe promovon tensionin normal të gjakut në shëndetin tuaj. Lule radhiqja. Lule radhiqja nxit eliminimin e kripës nga organizmi nëpërmjet urinës. Lule radhiqja gjithashtu është e pasur me magnez që zjeron enët e gjakut, përmirëson qarkullimin e tij dhe largon trysionin nga zemra, duke përmirësuar kështu edhe shëndetin tuaj. Në dietën tuaj duhet ta pasuroni gjithashtu me një dietë mesdhetare, e pasur me ushqime të shëndetshme, e mbushur plot me elementë që zvogëlojnë gjithashtu problemet e zemrës dhe goditjes në tru. Konsumoni drithra. Nëse dëshironi të mbani nën kontroll presionin e gjakut, drithrat janë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Tërshëra, orizi kafë, buka e grurit integral ofrojnë lëndë ushqyese që ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe mbajnë gjithashtu nivelet e presionit të gjakut në nivele të shëndetshme. Frutat. Frutat janë të pasur me antioksidan dhe fibër që ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbrojtjen e shëndetit kardiovaskular. Portokalli, dardha, molla, boronicat janë disa nga frutat që ju vinë në ndihmë për të mbajtur të ekuilibruar inflamacionin dhe presionin e gjakut. Perimet. Perimet janë të pasur me vitamina dhe minerale dhe fibra që mbështesin shëndetin kardiovaskular. Karrota, brokoli, lakra ju ndihmojnë me një zemër të shëndetshme në uljen e presionit të gjakut. Proteina. Përfshini ushqimet e pasur me proteinë në dietën tuaj të tilla si mishi padhjan, peshku, salmoni, sardelet, fasulet, thjerëzat dhe arrat. Këto ushqime mund të zvogëlojnë rrezikun e goditjeve në tru duke ndihmuar enët e gjakut të qëndrojnë të forta dhe akoma më të shëndetshme. Por siç ka ushqime që duhet i konsumoni, ka edhe ushqime që duhet i reduktoni në dietën tuaj. Për të evituar kështu luhatjet e forta të presionit të gjakut, duhet të tregojeni me të kujdesshëm me konsumin e mishit të kuq. Mishi i kuq është i shijshëm, por përmban gjithashtu edhe shumë kolesterol dhe dëmton zemrën dhe enët e gjakut. Sipas të dhënave, një sasi prej 400 gram mish i gatuar përmban 254 mg krip dhe 308 mg kolesterol. E njëjta gjë vlen edhe për pancetën, sallamin dhe përshutën, që ndikojnë negativisht në nivelet tuaja të hipertensionit. Picat e ngrira janë të dëmshme për personat që vuajnë nga hipertensioni. Këto ushqime mund të tingëllojnë ideale për një darkë të shpejtë dhe një racion me picë përmban 1000 mg sodium. Prodhuesit e saj shtojnë në krip dhe gjithashtu edhe produkte të tjera ushqyese, çka do të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Turshit e gatshme janë të dëmshme për personat që vuajnë nga hipertensioni. Sipas të dhënave, një filxhan me lakër turshi jo të përgatitur vetë përmban 939 mg krip. Turshit e tjera, përveç lakrës, si domatet ose kastravecët, janë të zhytura në lëng me krip. Një filxhan me kastravec turshi përmban 1251 mg sodium. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut nuk duhet hanë turshi të tilla. Maksimumi duhet të konsumojnë turshi të bëra vetë. Alkooli është i dëmshëm për personat që kanë luhatje të forta të hipertensionit dhe probleme të shëndetit të tyre. Kjo sasi e vogël e alkoolit mund të shkaktojë dëme dhe nëse teproni me pirjen e tij, atëherë do të ndikoni në rritjen e niveleve të tensionit. Alkooli mund të ndryjë në kushtet e medikamenteve të tensionit të gjakut dhe të ulë gjithashtu efikasitetin e tyre. Prandaj nëse doni që të mbani nën kontroll problemet tuaja, duhet të tregoheni më të kujdesshëm edhe me konsumin e tij. Ëmbëlsirat e paketuara janë të dëmshme për personat që vuajnë nga hipertensioni. Ëmbëlsira të tilla si biskota të mbushura me pije shumë ngjyrëshe ose me paketime të bukura janë të pasura me sheqer, yndyrna të ngopura dhe me kripra. Ushqime të tilla do të rrisin tensionin e gjakut dhe do të shkaktojnë luhatje të forta të tij. Nëse vëreni këto shqetësime, duhet të evitoni këto produkte ushqimore. Pijet e ëmbëlsuara gjithashtu janë të dëmshme për personat që vuajnë nga hipertensioni. Prandaj duhet të jeni më të kujdesshëm me shtimin e tyre në dietën tuaj. Për të evituar hipertensionin, duhet të tregoheni më të kujdesshëm me atë që shtoni në pjatën tuaj të konsumit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.